Pas më shumë se 2 vitesh, Enver Redinica mori shërbime në orarin e ri të pasdites në qendrën e mjekësisë familjare në lagjen Velania. Ai thot se zgjatjen e orarit të punës e kishin kërkuar prej kohësh. Pas 3 vjeteve, afro 3 vjete, po ju kthehet një drejtë cilat ju është mohu padrejtisht, domthonë shërbimi shëndetësor në orarin e dytë, që kem pas prej fillimit kur është ngrit kjo ambulant këtu para 11 vjeteve. Dhe sot po arritur më që është një ditë e suksesshme, jo vetëm për mua, por për Këshillin e Lagjit dhe për gjithë banorët të cilët kanë qëndruar mbrapa dhe bashkërisht kemi arritur deri këtu. Pas shumë kërkesave dhe në fund peticioneve, dua të edhe falenderoj drejtorin e drejtorisë së shëndetësisë doktor Izet Sadikun, i cili ka qenë mirënjohës me kaftuar në zyre dhe ka pas seriozitetin e kërkesës tonë. Banorët e kësaj zone theksojnë se nevoja për zgjatjen e orarit të punës ka qenë urgjente, duke pasur parasysh edhe ngarkesën që kjo qendër përballon çdo ditë. Popullata ka pas nevojë të vinë të kurohen këtu, sidomos plesh kanë pas nevojë me marr infuzonin mëngjes e mbrëmje, kështu që kanë marrë një mëngjes edhe mbrëmje s'ka pas ku me marrin shku në çikime tjera. Sipas stafit e kësaj qendre, për çdo ditë marrin shërbime afërsisht 200 pacient. Sipas tyre, me hapjen e ndërrimit të dytë, pritet të lehtësohet qasja dhe të përmirësohet cilësia shërbimeve për komunitetin lokal.